Shtetet e Bashkuara thanë të martën se kanë arritur marrëveshje ndarës me Ukrainën dhe Rusinë për të garantuar lëvizje të lirë të anijeve tregtare në detin e Zi dhe për të zbatuar një ndalesë të sulmeve ndaj objekteve të energjisë së njëra tjetrës. Marrëveshjet, nëse zbatohen, do të përbëjnë përparimin më të madh drejt një armëpushimi më të gjerë, që Washingtoni e konsideron shumë të rëndësishëm në bisedimet për paqe, dhe do të japin fund luftës 3 vjeçare të Rusisë në Ukrainë. Kremlini konfirmoi gjithashtu se Shtetet e Bashkuara rënë dakord të ndihmonin për të rivendosur aksesin e Rusisë në tregun botror për eksportet bujqësore dhe të plerave, por përshkroi një sër kushtesh. Deklarata tha se zbatimi i të dyja pjesëve të marrëveshjes do të kërkonte heqjen e sanksioneve perëndimore ndaj Roselkosk Bank të Rusisë, e cila u shërben firmave bujqësore, dhe rivendosja e aksesit të bankës në sistemin ndërkombëtar të mesazheve SWIFT. Të dyja vendet thanë se do të mbështeten tek Washingtoni për të zbatuar marrëveshjet. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se një armëpushim që mbulonte detin e Zi dhe infrastrukturën energjetike ishte efektiv menjëherë të martën e 25 marsit, dhe sa ai do të kërkonte më shumë armë dhe sanksione ndaj Rusisë nga Donald Trump nëse Moskva thyen marrëveshjen. Американську сторону, коли це може вступити в дію. Nëse rusët e shkelin këtë, atëherë unë kam një pyetje të drejtë për drejtë për presidentin Trump. Nëse ata shkelin këtu janë provat, ne kërkojmë sanksione, kërkojmë armë të tjerë, u tha Zelensky gazetarëve në një konferencë shtypi në Kiev.